të verbërit kanë gjetur rrugën, ata që nuk shikojnë rrugën, kanë gjetur rrugën për të dalë në protestë, për të kërkuar mbështetjen që u është mohuar, u është zhvjedhur. 27 organizatat, sa organizata menaxhohen nga një njeri që ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në një zyrë. Çfarë do ambasada Pink e LGBT-s e bashkuar? Mos më ndërprit, nuk të ndërpreva. Patjetër po. Çfarë kërkon e drejta e fëmijëve bashkuar me ambasadën Pink, ku i ke në foto? Unë mendoj që Gonzalo duhet të mbaj përgjegjësi dhe për atë që ka ndodhur mbrëm tek Fevziu, duhet të mbaj përgjegjësi dhe për këtë që po them unë. Kush i ka bashkuar të drejtat e fëmijëve me ambasadën Pink në Shqipëri që janë plus 18? E mbyllim këtu këtë. Dua të them për çfarë thatë, ne kemi bërë shumë punë. Ata lloj punësh që ke bërë ti, apo ato lloj punësh që ke bërë, qëndrojnë në zyrën tënde dhe ne nuk shikojmë asgjë. Ne shikojmë që kemi abuzim fondesh, ne shikojmë që kjo LGBT nuk i kanë ndihmuar këto njerëz që janë vulnerabël dhe ne shikojmë që një baba i cili sot jeton jashtë, i cili ka qenë në Rom, u është shëmbur shtëpia, na e vështirësuan jetën, nuk kishim ku shkonim më dhe djalit tim tha, në fund fare i thonë, nëse bëhesh gay të ndihmojnë, kështu si jeni ju, nuk ju ndihmojnë. Pra, e çojnë njeriu, ja tërheqin litarin e fytit dhe i çojnë në një lloj edukimi ku duhet patjetër që të bëhen o trans o gay me indoktrinim. Mos u merr me kariotipin, mos merremi fare me anomalit kromozomale, dim në sa përqind janë ato, se po i hyra asaj nuk pushojmë më pastaj, se i bie të shëmbim komplet Bashkimin Evropian dhe ç'po bën me fëmijët e majta në Europë, por dua të them pjesën e padrejtësisë që po bëhet me indoktrinime, duke i dhënë një pushtet mbi pushtete dhe duke shënuar projekti 2021-2027 Shqipëria LGBT, është një projekt që është përfshirë në këtë lloj kombi që kemi ne, në këtë lloj shteti dhe shkruhet i detyrueshëm në kurrikulat shkollore. Dhe kjo është ky projekti? Urdhëro. Se Dorina flet me fakte. Do të nxjerrë edhe shifrat. Fakte interneti, projekt, ç'është ky dokument? Kush e ka bërë këtë si dokument? Ta them unë. Ku ekziston ky? Kishit fshirë para mbrëm, po e kemi shkarkuar për fat. Shkarkojmë ne. Ruajmë. Shkarkojmë, po ta marrim. Kush e ka bërë këtë dokument? Pse i fshini? Pse i fshini ju? Do të ta nisë me email. Po kush ju? Po ç'keni? Është vërtet kjo? Po po thot ju e. Po është vështirë. Ja të ta them unë kush është. Atëherë, se i kanë postuar para 2 ditësh. Është raport vlerësimi i planit kombëtar të veprimit për personat LGBT në Republikën e Shqipërisë kjo është 2016-2020, kemi dhe tjetrën që është 2021-2027. Dhe thot projekti, kemi dhe shifrat, 331.000 euro. Do të nxjerrim euro. edhe në ekran. Mund të nxjerrim për shembull në ekran? Ose ta drejtosh nga kamera jote për shembull? Sa shumë ka. Jo më dërgoj apo që fajlim, po ta shohim këtë që po thoje se. Po patjetër. Një sekondë se i kemi të gjitha rekomandime. Të filloj rishikimi. Ja një sekond. Të filloj rishikimi i kurrikulës që të përfshihen çështjet LGBT në kurrikula në të gjithë nivelet e arsimit dhe veçanërisht arsimin parauniversitar si pjesë e rregullt dhe e detyrueshme. Pra LGBT-ja të jetë pjesë e detyrueshme, do ta nis me email. Do ta nis me email të gjitha, se ndoshta nuk e ke hasur dhe është madje dhe foto. Kjo është strategjia? Harta e Shqipërisë është ngjyrosur me flamurin bukurosh, me shumë ngjyra dhe është projekt shumë i bukur, të duket sikur është një parajs, por ndërkohë është një indoktrinim që i bëhet fëmijëve. Unë nuk do doja të kishte brezi ynë një indoktrinim se po shuhemi. Ke numrin e vdekjeve më të lartë se numri i lindjeve. Pra është një mendim i thjesht për ciptas. LGBT janë problemi për gjithë. Jo, burr me burr nuk lindin fëmijë. A kemi probleme të tjera në si shoqëri apo ky është problemi jonë? Po flasim për këtë temë se kjo është një pikë ujë në oqean që prek burimet njerëzore. Nëse do të flasim bashkë, hajde flasim për atë komunizmin që po hiqen pulat nga borri, që s'ja ka bërë Enver Hoxha dje në Ndroq, fshatarëve të Shqipërisë pse kanë bërë një kotec. Pra sepse duhet të shkojmë drejt një ushqimi kooperative të kontaminuar, besoj, se nuk do na bëjnë kooperativa të shëndetshme. Pra ne jemi në një padrejtësi shtetërore këtu dhe në një hing, po na fusin në një hing ku nuk kemi transparencë. A ka mundësi që dhe këto fonde që vinë të shkojnë realisht te këto 200 tranca që janë për të drejtën e tyre njerëzore, për të drejtën e tyre mjekësore dhe ata akoma keni 15 vite nuk e kishin bërë një dokument për të kaluar në kufi.
Gjo, mos u drejto kështu keni, se duke më përfshi dhe mu në një gjë që sa s'ka mundësi t'jem. Atëherë, kjo organizat që ti po mbron me kaq fanatizëm, zotri. Kjo organizat që ti po mbron. Nuk bëj gjë me fanatizëm unë, unë mbroj drejta e njerëzit me fanatizëm. Okej, nuk po mbroni ju po sulmoni drejtat e njerëzit se e keni lënë njeriu mes katër rrugëve. Dhe e keni çuar në prokurori pse tregoj të vërtetën. Ky është mendimi juaj. Okej. Domethënë ju jeni intimidues, ju jeni dhe unë personalisht, jo, unë si institucion mbroj drejta e njeriu, kujdo qoftë. Atëherë, ati transi janë shkelur të gjithë të drejtat nga LGBT-ja. Dhe shumë mirë që hetohet dhe ka ekspozuar këtë gjë dhe të mund të hetohet edhe të marrin vesh vërtetë. Po ky është shembulli. Ne për shembull kemi nevojë, ne s'kemi nevojë për ajër. Shumë mirë më që e bën. Tani po flet për rastin që u bë publik në media. A kërkoni më tepër se aq? Luana. Ajo duhet një rast tjetër. Okej. Jo, se para se duhet një fëmijë tjetër ta bëjë. Jo, para se të hynim në studio mund ta thuash edhe këtë detaj që të duhet ka arritur derisa kërkon ndihmë ty, domethënë, ndihmë financiare, apo? Po, patjetër. Po pra, se e ka të dokumentuar Dorina, po? Po se nuk e ndihmojnë, i përdorin. Dhe shifrat që kalojnë për fonde janë të llatarshme. Pra kemi 100 tranca, 20 tranca, nuk ka rëndësi, nuk e di sa janë, të cilët nuk marrin një ndihmë për të përballuar jetesën e tyre, por i përdorin për figura, se si këto po sulmojnë, ne nuk i sulmojmë ata. Më vjen shumë keq. Ne kur nuk kemi sulmuar jetën individuale të askujt. Kur flitet për burimin njerëzor kombëtar, flitet për trashëgimin, për familjet, për nën baba, për lindshmëri, se dhe ata kanë ardhur nga një nën baba. Nëse pak individ zgjedhin që jetën personale ta realizojnë në një formë të tillë, nuk duam të lindim, është forma e tyre. Askush nuk i ka gjykuar. Nuk kam një presje që unë të kem gjykuar përse ka zgjedhur të jetojë ashtu. Dhe nuk i mësojnë që të ngrihen, sepse kur ti shkon në një qendër që e cila kërkon fonde se thot duhet ti mësojmë këta njerëz të ngrejnë veten, pra të ringrihen, të shkollohen. Ai thot unë kërkova shkollën, ata më bën trans. Pra që këtu e kemi mbyllur debatin. Unë nuk kam çfarë flas. Po për rastin që u bë publik, kanë nisur verifikimet për shembull? Nga kush? Po pse nuk ka organizma shtetëror që merren me këtë punë, qoftë edhe e kanë denoncuar në prokurori Streha. Nuk pretendoj të jemi informuar për gjithçka. Dhe e di çfarë ishte dokumenti. Qoftë aty ka çështje që lidhen. Po sepse ju luftoni diskriminimin, po Po deshe bëjmë podcastin që ta shpjegoj çfarë bëjmë ne. Meqense po sepse këtë por nuk merrem me gjithçka ne. Këtë e thatë edhe ju në krye të herës që ai rast duhet verifikuar. Ai thatë kështu? Se mund të gënjej. Ashtu siç është thënë. Po pra, dakor. Duhet verifikuar, këtë po them. E thatë dhe ju. Po nuk e bëjmë ne këtë verifikim. Këtë po them. Po jo, nuk thash. Unë po them këtë gjë. Ai rast vetëm për shkak të atij pretendimi që është, ai i thën ashtu siç është thënë, ai është rast prokurorie. Sepse bëhet fjalë për një të mitur, i cili sipas pretendimit është marrë me zor, dhe me gjithë atë rrëfim ka aty element, le të themi, pikërisht për vetëm për fajin që është përfshirë një i mitur, ka aty element që duhet të jenë prokurori. Ja shkelur çdo të drejtë, të gjitha të drejtat e njeriu, është shkelur çdo e drejtë e tij. Të bëhen të gjitha verifikimet, për këtë e kisha në mendje unë verifikimin. Ka prokurori për këtë punë sepse ajo ngjarje thënë ashtu konsiderohet ngjarje kriminale. Dhe atëherë do duhet merren këto organe që ta verifikuar. Po mund ta iniciojë çdo kush. Po edhe ju që mbroni kaq fort drejtat e njeriu për shkak. Po ç'e lidhje ka kjo? Prokuroria nuk shef televizor, mund të vetëm fakti që një gjë bëhet e ditur botërisht, nuk ka më nevojë të shkojë dikush në prokurori për një ngjarje. Prokuroria nis vet. Dhe prokuror ky vend ka mbi 500. Tani, po kuptoni se ndoshta mund vjen mirë që ju e shikoni institucionin kështu që u dashka marr me të gjitha, po nuk funksionon kështu. Jo, nuk thash merroni me të gjitha, ka kompetenca, ka fusha, ka gjëra që bëhen dhe prandaj u them që nëse doni të jeni më të informuar, ne mund të bëjmë një podcast bashkë dhe unë mund t'ju informoj për shumë gjëra lidhur me institucionin. Po mos i atribuoni se Dorina thotë ju. Ju thoni ju, tash nuk i bëjnë ne dot të gjitha. Me gjithë dëshirën për të bërë. Më fal, të kërkoj ndjesë se të drejtohemi që nëse mbron me fanatizëm këtë strehën. Atëherë kjo streha. Po jo, më nuk është edhe këtë, hiqe këtë terminologji se nuk është e gabuar. Nuk mbroj me fanatizëm askë. Unë përkundrazi po them duhet ta verifikoj prokurorit, thotë po e mbroj me fanatizëm. Të mbroj me fanatizëm të drejtat e njeriut. Të një po, ai thotë streha. Këtë po si fel. Unë prisja nga streha që me qënë se kërkojnë kaj shumë fonde dhe janë aj shumë të mirë organizuar, bëjnë protesta dhe pas kanë implementuar, e thënë nga Luana në takimin që kanë pasur me të, urrejtjen ndaj nesh. Pra, çfarë bëjnë këta? Ngrejnë iden sikur ne jemi gjua urrejtjes, kur ma ka thënë dhe Dudushi dhe më ka çuditur. Unë jam shumë e zhgënjur nga njëri kur tha ti je gjua urrejtjes, dhe ndërkohë më thot Luana, ne na mësonin tha
dhe unë era parë që ndjehem njeri e ullur me ju, tha faleminderit për këtë mikpritje, sepse unë kujtoja tha se ju jeni njerëz që na urrenin. Pra i kanë implementuar në tru, në këtë stre, që ne i urrejmë ata. Jo, ne kërkojmë që ata të bëhen. Ne kërkojmë që ata të studiojnë, ne kërkojmë që të jenë në formën më të pushtetshme biologjike të tyre, sepse pushteti më i fuqishëm i njeriut është ai i natyrës. Nuk është ai material, mish, dhe ta eksperimentojmë ata. Dhe kushdo institucion që e hap këtë rrugë, duhet të dënohet me burg, sepse kjo është një genocid i pushtetit biologjik njeriut për jetëgjatësinë. Pra po i shkurtojnë jetën njeriut, kur vetë Eliriani e tha, mesatarja e jetëgjatësisë së një transi është 35 vjeç, sepse është një eksperiment njerëzor.